Në këto ditë të rënda për familjen tonë, dua të shpreh falënderimin më të sinqert ndaj komunës së Tetovës Bilall Kasamit për organizimin e ceremonisë komemorative në nder të shpatit. Me po aq mirënjohje falenderoj të gjithë ata që kontribuan me zemër, që trupi i tij të kthehej sa më shpejt në shtëpi. Posaçërisht falenderojmë zonjën Enkeleda, zonjën Frosina Remenski, zotin Veselin, restorant Dejan, kryetarin e Bashkisë Islame në Itali, Reshat Tibish Hoxhën, si dhe të madhin Igli Tare. Humaniteti, solidariteti dhe mbështetja juaj na kanë dhënë forcë dhe ngrohtësi në një moment dhimbje të pafjalë. Jemi thellësisht të mirënjohës për çdo gjest, çdo fjalë dhe çdo ndihmë. Ju falemnderit të gjithëve. U preht në paqë shpati ynë i dashur. Me respekt, familja Kasapi. Faleminderit.